Specialistët për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme operacionale, si rezultati një hetimi një mujor të kryer në koordinim me prokurorinë e Fierit, me synim dokumentimin e veprimtarisë kriminale të një shtetasit të dyshuar të përfshirë në prodhim shitje narkotikësh, finalizuan operacionin e koduar Rikthimi. Gjatë operacionit u arrestua në flagrancë shtetasia AL, 33 vjeç, banues në Lushnjë. Nga kontrolli fizik, aty u gjet një dozë lënde e dyshuar narkotike kokain, ndërsa nga kontrolli në automjetin që drejtonte, u gjetën 23 gram të së njëjtës lëndë të siguruara, dyshohet me qëllim shitjen. Bashkë me lëndë narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës materiale automjeti dhe 2 celularët e të arrestuarit. Gjithashtu, specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin EG, 36 vjeç, banues në fshatin Plug, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin MI, 50 vjeç, banues po në fshatin Plug, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një 15 vjeçar pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me grushte një bashkëmoshatar. Dhe dje kallzoi shtetasi AK, 39 vjeç, banues në fshatin Vajkan, se i kishin vjedhur një targ të mjetit bujqësor dhe një pajisje DVR në stallën që kishte në pronësi. Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të rastit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme.